dëgjojmë çdo ditë me ankth. Bota duket shumë e paqëndrueshme. Çdo gjë. Jam i shqetësuar për punën time. Jam e frikësuar për të ardhmen. Si do t'ja dal? Situata ime Ku nuk do ka të për të gjej ndryshuar garë? kur. A do të ndryshojë ndonjëherë Si do gjërat? t'ja bëjun me këtë marrëdhënie? Mos e kaloni kohën të mbushur me frikë dhe terror. Është absolutisht e nevojshme për ne që gjithmonë të shohim lart, kur të tjerët shohin poshtë. Amerika që në ngjizjen e saj ka përvetësuar atë që quhet etika protestante e punës. Tani, shumë prej jush e din, por për ata që nuk e din se çfarë është etika protestante e punës, do t'ju a them unë. Është vlerësimi për punën e madhe, vetë disiplinën, kursimin. Të gjitha këto janë të konfirmuara në fjalën e Perëndis, prej këtu i kanë marrë. Është plotësisht me vend që t'i bëjmë të gjitha këto. Pse? Për të siguruar për familjet tona, por gjithashtu për të siguruar për ata që janë me të vërtet të varfër dhe që janë në nevojë. Unë duhet t'ju tregoj se si, në tekstin e sotëm nga Bibla, në fakt apostulli Paul shkon aq larg sa thot se ata, se ata që janë të aftë të punojnë, që mund të punojnë, por refuzojnë të punojnë, nuk duhet të mbahen me të mira, apo të inkurajohen. Ata as nuk duhet të ushqehen, ata duhet të izolohen. Ju lutem, le t'i hapim Bibla të 2 Thesalonikasve dhe për ata që po na ndjekin për herë të parë, ky është mesazhi i fundit nga një seri me 4 mesazhe mbi letrën e dytë të Paulit drejtuar Thesalonikasve. Ky është mesazhi i 4 dhe i fundit i kësaj serie. Jemi në kapitullin e 3, vargjet 6 deri në 18. Në emër të Zotit ton Jezus Krisht, nuk po flet Pali. Në emër të Zotit ton Jezus Krisht dhe ju porositim o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezus Krisht që të largoheni nga çdo vëlla që ecën i çrregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë prej nesh. Sepse ju e dini vetë se si duhet të na shëmbëlleni, sepse ne nuk u sollëm në mënyrë të çrregullt midis jush dhe nuk kemi ngrënë falas bukën e ndonjërit. Pastaj thot, por punuam me lodhje e mundim natë e ditë që të mos i bëheshim barë asnjërit prej jush. Jo se ne nuk e kemi këtë të drejtë, pra që ta bëjmë këtë, po për t'ju dhënë ne vetë një shembull që ju të na imitonit. Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosistim këtë, se po që se ndonjë nuk do të punoj, as të mos haj. Në fakt dëgjojmë se disa prej jush që ecin në mënyrë të çrregullt nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezus Krisht që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. Dhe sa për ju o vëllezër, mos u lodhni së bërit të mirën. Dhe në qoftë se dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, shënojeni atë. Shënojani emrin. Dhe mos u shoqëroni me të që ai të turpërohet. Por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. Tani, edhe vetë Zoti i paqes ju dhënd vazhdimisht paqe në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë. Nga unë Pali. Tani kujtoni që ju thash se mësuesit e rrem po qarkullonin letra të rreme dhe po thoshin se i kishte dërguar Pali, ishin mësime të rreme. Prandaj ai sigurohet që ata ta kuptonin këtë. Prandaj ja se cili është vargu i fundit. Të falat me shëndet janë nga dora ime, nga mua Pali, dhe kjo është një shenjë në çdo letër prej meje. Unë shkruaj kështu: Hiri i Zotit ton Jezus Krisht qoftë me ju të gjithë. Tani, ju e dini pashtu si unë që ka shumë njerëz që e shohin punën si një të keqe të domosdoshme. Po flas në përgjithësi, këta njerëz mendojnë se puna është një e keqe e domosdoshme. Vetëm para disa vitesh pash një stem në një makinë ku shkruaj kam borxhe, ndaj në punë po shkoj. E po,
Kjo nuk është e saktë. Por gjithashtu ka edhe të krishterë, ka edhe besimtarë të krishterë, që në mënyrë të gabuar besojnë se puna është një mallkim i cili është i lidhur me mëkatin e Adamit dhe rënien në mëkat. Por nëse ata do ta kuptonin vërtet shkrimin, nëse shohin me shumë kujdes te Zanafilla kapitulli 2, do të zbulonin se nuk është kështu. Te Zanafilla 2:15, përpara rënjes, përpara se Adami dhe Eva të mëkatonin, kemi Perëndin që thot Zoti Perëndi e mori pra njeriun dhe e futi në kopshtin e Edenit. Për çfarë? Me qëllim që ta punonte dhe ta ruante. Përpara mëkatit të Adamit, përpara rënjes, Adami po punonte në kopsht dhe ajo pun ishte e nderuar, ajo pun ishte e shëndetshme, ajo pun të jepte kënaqësi. Dhe vetëm pasi Adami dhe Eva mëkatuan, ndodhen disa ndryshime në ambientin e punës. Jo te puna vet, por në natyrën e vet tokës. Pas mëkatit ndodhen disa ndryshime. Ndryshime të moti, ndryshime të korrat e këqija, pati ndryshime në gjithë mjedisin, ndryshime që ndodhen pas mëkatit. Por jo në thelbin e punës, jo në vetë qëllimin e punës. Perëndia na krijoi që të punojmë, do t'ju tregoj që puna na bën, është një nga gjërat që na bën vërtet të krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Puna nuk është kurrë mallkim, është një bekim. Është një bekim. Unë personalisht jam i bindur se besimtarët në parajs nuk do të qëndrojnë të ulur mbi re duke folur për gjëra të ndryshme, por në parajs ata do të punojnë. Po ju them një fakt historik. Kur besimi i krishter shpërtheu plotësisht në perandorin pagane romake, besimtarët e krishter e ngritën lart statusin e punës së ndershme, e punës së palodhshme. Kjo nuk njihej në Romën pagane. Kultura greko-romake e shihte punën fizike si diçka poshtë nivelit të dinjitetit të tyre. Prandaj çfarë bënin ata? Importonin. Perandoria romake importoi 2 milion sklevër. Ata bënin çdo gjë dhe ne flasim për sklevërit në Bibël. Mësues, doktor, ata importonin çdo. Në kontrast me këtë, Bibla nga fillimi deri në fund na mëson për punën e madhe. Puna e madhe, prodhimtaria, investimet, pasuria, krijimi i vendeve të punës, përfitimet e ndershme dhe begatia të gjitha janë të nderuara dhe në përputhje me drejtësinë e Perëndisë. Por ka edhe më shumë. Kur ne punojmë, ne imitojmë Perëndin. Ne imitojmë Perëndin dhe i sjellim lavdi atij. Perëndia, thot Bibla, punoi për 6 ditë dhe pastaj pushoi në ditën e 7. Pyetje. Pse kur ne imitojmë Perëndin i sjellim lavdi atij? Do t'ju tregoj pse. Sepse kur ne jemi punëtor dhe krijues dhe prodhimtar, ne pasqyrojmë karakterin e Perëndisë në jetën tonë. Amen? Anasjelltas, ata që janë të aftë për të punuar, që mund të punojnë, por refuzojnë të punojnë, jo vetëm që e çnderojnë veten e tyre, por çnderojnë edhe krijuesin e tyre. Në pasazhin këtu tek 2 Thesalonikasve kapitulli 3 vargu 6, dhe ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezus Krisht. Për çfarë? Që të largoheni nga çdo vëlla që është besimtar, është e qartë që një vëlla është një besimtar, që eceni të shregullt dhe jo sipas porosisë që keni marrë për nesh. Pra, Pali po u bën thirrje jo më pak, por me autoritetin e vet Jezus Krishtit. Po ju them një parim të thjeshtë, që duhet ta mbani mend gjithmonë. Mirë, mbajini shënim. Kur taksoni, merrni më pak. E kuptuat këtë? Kur taksoni, merrni më pak. Kur ju financoni, atëherë merrni më shumë. Shumë e thjeshtë, apo jo? E thjeshtë? A duhet që ta shpjegoj më tepër? Po e bëj. Kur ju e taksoni punën dhe prodhimtarin, kur e ndëshkoni punën dhe prodhimtarin, merrni më pak punë dhe prodhimtari.
Kur financoni përtatësinë dhe vartësinë, merrni më shumë përtatësi dhe vartësi. Me fjalë të tjera, ju po shkatroni ngjashmërinë e Perëndis që ai na ka dhënë ne, si krijesat e tij. Sepse puna që e nderon dhe e lavdëron Perëndin është stampuar në qenien tonë, që është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis. Zanafilla 1:31. Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë, dhe ja, ishte shumë mirë. Ishte shumë mirë. Perëndia ishte i kënaqur me punën e dorës së tij. Ai ishte i kënaqur me frytet e punës së tij. Perëndia, si pronari i krijimit, gjeti kënaqësi në zotrimin e universit të krijuar. Po ju bëj një përmbledhje të pikpamjes biblike mbi punën. Më dëgjoni me kujdes. Do t'ju bëj një përmbledhje. Ja se cila është pikpamja e vërtet biblike mbi punën. Qofshi ju një punëdhënës apo një punëmarrës, duhet t'i dilni për Zot punës suaj. E kuptuat këtë? Duhet t'i dilni për Zot punës suaj. Dëgjoni se çfarë thot Pali te Kolosianëve kapitulli 3, vargu 23. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë si për kë? Për Zotin, jo si për shefin tuaj njerëzor, por si për Zotin. Në fund të fundit, jeni duke punuar për shefin e vërtet, që ju sheju 24 orë në ditë, 24 orë në ditë a ju po ju vëzhgon. Dhe kur ju e kuptoni këtë, do të punoni me një integritet edhe ndershmëri të plot. Nuk do t'i bini për shkurt, sepse së pari po punoni për veten tuaj dhe pastaj për Zotin. Sepse në planin e përgjithshëm është Perëndia ai që ju shpërblen. Perëndia është ai që mund t'ju shpërblej vërtet. T'ju shpërblej me besnikëri dhe të shpërblej besnikërinë tuaj të zellshme. Kur ju i dilni për Zot punës suaj, çfarëdo që t'jetë ajo, qoftë në sallën e një fabrike, në një zyrë, kudo që t'jeni. Kur ju i dilni për Zot, kur ju e shihni punën tuaj nga këndvështrimi i Perëndis, atëherë dhe vetëm atëherë do të merrni kënaqësi. Do të merrni përmbushje, do të merrni gëzim. Të dashur, kënaqësia dhe gëzimi janë të dyja dhuratat e Perëndis. Dhuratat e Perëndis. Kjo është arsyeja sepse kur shefi juaj toksor, kur shefi juaj njerëzor, ju trajton padrejtësisht, mund të keni paqe. Ju mund të keni paqe sepse shefi juaj i vërtet sheh gjithçka. Ai di gjithçka dhe ai është i vetmi që mund t'ju shpërblej në mënyrë të drejtë. Apostulli Paul me besim mund të thotë në vargun 10, 2 Thesalonikasve 3:10. Në fakt, edhe kur ishim në mes tuaj, ju porosisnim këtë, se po qese ndonjë nuk do të punoj as të mos haj. Dikush mund të thotë, Michael, kjo është e ashpër. Kjo është pa dashuri. Por ky është një nivel i lartë i dashurisë. Është një nivel i lartë dashurie. Ndonjëherë, gjëja më e keqe që mund të bëni për disa njerëz është që t'i përmbytni ata me dëmshuri, që t'ia plotësoni të gjitha nevojat e tyre, që t'ia zgjidhni të gjitha problemet e tyre. Pse? Sepse ju po zëvendësoni Perëndin dhe vartësinë e tyre ndaj Perëndis. Më lejoni të nxitoj dhe të them se kjo nuk do të thotë se nuk dua që t'ju shpëtoj kjo, s'dua t'ju shpëtoj kjo. Kjo nuk do të thotë se nuk ka njerëz që janë vërtet në nevojë. Dua ta theksoj këtë sepse nuk dua që dikush të thotë Michaeli i urren të varfrit. Në kishën e Thesalonikasve është e qartë që ishin disa njerëz që ishin dembel dhe jo të frytshëm, disa njerëz po jetonin në kurriz të njerëzve që punonin shumë. Dhe besimtarët në atë kishë po i ushqenin këta parazit
Qëllimi i çdo disipline në kish duhet të jetë pendesa dhe shpengimi. Dhe pik. Prandaj Pali përdor fuqinë e shembullit. Në vargun 7 dhe 8 ai thot, kur unë isha me ju nuk isha dembel, mu deshi të punoja. Dhe ju e patë se si jetova. Shembulli i të krishterëve është shumë i rëndësishëm. Më dëgjoni, fëmijëve të mi kur ishin duke u rritur nuk mund t'i predikoja për etikën e një pune të mirë. Nëse unë vetë do të isha dembel, të ulesha këmbkryq dhe të mos punoja. Nuk mund t'i them bashkësisë time të dashur këtë thot fjala e Perëndis dhe pastaj ta marr shtruar. Unë do të shkoj në parajs duke vrapuar. Unë do të Të dashur, unë e besoj me gjithë zemër se ne mund të dëshmojmë me jetën tonë, po ai sa mund të dëshmojmë me fjalët tona. Në mesazhin e shkuar pam se detyra e apostullit për kishën ishte qëndrueshmëria. Ju kujtohet? Qëndrueshmëria? Gjithmonë ka qenë pika e dobët e tij dhe këtë e shihni në të gjitha shkrimet. Qëndrueshmëria dhe harmonia në kishë ishin shumë të rëndësishme për apostullin Pal. Kjo është arsyeja pse ai në vargjet 11 dhe 12 na shkruan. Në fakt dëgjojmë se disa prej jush që ecin në mënyrë të çrregullt, nuk bëjnë asgjë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim, nuk i sugjerojmë, por i porosisim dhe i bëjmë thirrje në Zotin ton Jezus Krisht që të hanë bukën e tyre duke punuar shtruar. Më pëlqen ky krahasim. Përkthyesit kanë bërë një punë të mrekullueshme sepse më pëlqen krahasimi mes atyre që punojnë dhe atyre që s'punojnë. Më pëlqen kjo. Njerëzit që janë të zënë duke punuar nuk kanë kohë që të jenë përçarës dhe ndarës në trupin e Krishtit. Njerëzit dembel duket se kanë gjithë kohën në dispozicion që të sillen rrotull, duke mbjell grindje, duke përhapur thashëtheme, duke krijuar ngatresat e të tjerët. Dhe kjo, miqtë e mi të dashur, shkakton paqëndrueshmëri në kishë. Një mënyrë tjetër se si këta njerëz dembel sjellin shënderim në kishën e Jezus Krishtit është fakti se ata e bëjnë të vështirë që kisha të dallojë ata që janë vërtet në nevojë nga ata që nuk janë. Ne jemi thirrur, kjo mund të jetë hera e 4 që e them këtë, mirë? Ne jemi thirrur që t'u japim me bujari atyre që s'mund të kujdesen dot për veten. Së fundmi, apostulli Paul përdor një terminologji në lidhje me konceptin e turpit. Fjala turp përmendet qëllimisht këtu nga apostulli, vargu 14. Mos u shoqëroni me të që ai të turpërohet. Dua që ta shpjegoj këtë në një mënyrë që të mund ta kuptoni thjesht. Ja se çfarë kemi bërë nga që ne nuk na pëlqen kjo fjalë. Bashkë me të thatin digjet edhe i njomi. E kemi bërë këtë fjalë të duket e keqe. Por e dini se çfarë, ka një arsye të fortë sepse kjo fjalë është negative. Ka një arsye të fortë sepse kjo fjalë është fjalë negative dhe do t'ju ja tregoj sepse. Dhe dua që të më dëgjoni me kujdes për këtë. Është tragjike. Është diçka tragjike. Kur fëmijët, madje edhe të rriturit, bëhen të paralizuar emocionalisht për shkak të asaj që e quajmë turpërim helmues. Është tragjedi. Vërtet tragjedi. Sidomos një turpërim që ata nuk e meritojnë. Sidomos një turpërim që u është shkaktuar atyre nga njerëz abuzues. Por aftësia për të ndjeri turpëruar, edhe kur është diçka mes jush dhe Zotit, është diçka e mirë. Është diçka e mirë. Ka raste kur unë, edhe kur jam vetëm, jam duke parë diçka dhe kam thënë pa dashje diçka, pastaj kam ndaluar dhe kam thënë, Zot, më vjen turp edhe që kjo doli nga goja ime. Edhe nëse e them përpara njerëzve, u merr një herë, u tregoj edhe pendohem. Sepse ndihemi turpëruar që madje e kam lejuar në mendjen time dhe që një fjalë e tillë ka dalë nga goja ime. Por nëse kjo na çon në pendim, është një turp i shëndetshëm, jo helmues. Kur Adami dhe Eva mëkatuan, kur ata kuptuan se ishin lakuriq, u përpoqën ta mbulonin mëkatin. Nuk funksionoi. Mëkati ka vetëm një kur, dhe kjo kur është rrëfimi dhe pendimi. Një kur ka për mëkatin, për gjithë mëkatet. Vargu 15.
por mos e mbani atë si një armik, po këshillojeni si vëlla. Dashuria e sinqert, dashuria e vërtet biblike, duhet të jetë motivi ynë përfundimtar. Ajo duhet të jetë motivi ynë përfundimtar. Asgjë tjetër. Te Galatasve 6:1 pali thot: në qoftë se dikush bie në ndonjë faj, lartësojeni me frymë butësie. Është pikërisht ripërtëritja me dashuri, ajo që duhet me patjetër ta dëshirojmë dhe ta praktikojmë. Pse? Sepse ashtu siç ne gëzohemi në faktin që Ati ynë qiellor na fali ne për të gjitha mëkatet tona, kur jemi penduar. Por nëse dikush nuk pendohet dhe nuk është i penduar, kjo është një histori krejt tjetër. Ne duam që ata të gëzohen. Kur ne i falim ata, ashtu siç ne gëzohemi për faljen tonë kur ne pendohemi.